Në mjediset e Bibliotekës Shkencore të Universitetit të Shkodrës Lyç Gurakuqi u zhvillua një takim reflektues mbi historinë dhe politikën shqiptare në kontekstin e luftës së ftohtë me këndvështrime akademike bashkëkohore. Ne sot konkretisht do flasim për një nga debatet kyçe për politikën e jashtme të Shqipërisë gjatë periudhës komuniste dhe mendoj që çdo debat edhe kur ka kritika janë mjaft të vlefshme. Sot ka një interes gjithmonë në rritje për Shqipërinë. Ndër të tjerë dhe për historinë tonë. Sfidat janë të shumta. Në Shqipëri sfidat kanë qenë së pari të kemi akses, pra të kemi arkiva të hapura, të kemi mundësinë të merremi me lëndën historike. Duhet thënë që Shqipëria është mbrapa vendeve të tjera të lindjes. Po megjithatë ka pasur progres dhe unë jam historian që jam marrë me periudhën e luftës së ftohtë, me marrëdhëniet e Shqipërisë gjatë luftës së ftohtë. Dhe temat janë shumë interesante, janë pafund, interesi është i madh, por që të bëhet puna sistematike gjithmonë duhet që të ketë akoma dhe më shumë transparencë. Pjesë e këtij takimi u bën edhe studentë të Universitetit të Shkodrës, të cilët u njohen me periudhën e luftës së ftohtë. Studentët vinë me një bagazh formimi nga bankat e universitetit, po ky formim teorik i tyre ka nevojë të përballet tashmë edhe me ato dije akademike që na sillin figura të tilla siç këto që kemi sot, të diskutojnë, të ngrenë pyetje, të bëjnë mas këtyre pyetje qasje të rëndësishme, janë ato që do ta shkruajnë historinë, kështu që në këtë kuptim është shumë e rëndësishme që ato të jenë pjesë. Ky seminar erdhi në kuadër projektit të ri në bashkëpunim me Departamentin e Historisë në Universitetin Lyç Gurakuqi.